Jemi rrugëve të Tiranës sot me një mision. Të bëhemi me flok. Të mos lëm Meglin të llatë, do thoya unë, po ti. Ka thënë edhe Cekja, hiq ma tu llakun, ne e morëm shumë seriozisht dhe do ta provojmë që të shohim se si do funksionojnë. Agjente! Agjente Megli ka flokët. Nuk të dhëm. Po kështu nuk të dhëm, po. Hera parë, vetëm shpimi. Shpimi për një herë s'quhet, po sikur për shembull të më dhën. O, shikosh pationi. O. Sigurisht se s'do ketë dhimbje. Ti po thoj që ka dhimbje. Unë s'thash që ka dhimbje. Patjon, që të merrem çik me klinikën. Si që ka kështu? Kemi bleja shtetit, ma. Na do me thënë, me vërtet mund të mbinë fikës, nuk ka falë vetën të kur. Do të qohem. Me zi po pres ta shikoj. Hajde zhjuar. A jemi gati, Megli? A jemi gati, Megli? Jemi gati. Dhe nisam të thaj që unë jam klientja ideale. Ua, shikon, jam shumë kurioze. A duken do pika? Ja, që duken. Tani ajo më tha që mund vazhdoj tentime për një princeshe me flokët që më rriten që t'jenë lëshoj nga poshtë. Po do të prap pas 2 muajsh. Po do të prap pas 2 muajsh dhe s'do ta lejm kokën sot. Nesër, një valem kokën.